Përqenë e punës mirë është kur din të qëllosh këshillit organizativ. Mendoj kemi pas fat që këshilli organizativ ka qenë shumë është që nga janari duke punu për këtë manifestim. Prandaj pyetjes Ademit, që thatë më herët, do t'i përgjigj unë pak më shumë, është një mesatare që tash për afër 70 poezive për vjeshen më të mirë që kanë konkurruar në zgjedhje 28 dhe natën e fundit do thotë para në atë manifestimin me flakadan që organizohet për ndjerë të këtij manifestimi, do ndahen edhe 3 çmimet për vjeshen më të mirë, do thotë që juria do t'i zgjedh me 21. Është çmimi Bulzat, do thotë që ndahet për kryestrë, ndërka çmimi i takimeve këtë vit i përket Ismail Kadares, ku do ndahet në manifestimin qendror. Komitetit të këtyre takimeve kemi edhe tema boshte të cilat i shtjellojmë në këto takime. Këtë vit është kulti i fjalës në poezinë e Azem Shkrelit, të cilën e ligjeron profesor doktor Savajdin Cena. Dhe tema e dytë është roli i poetëve dhe shkrimtarëve në shtet ndërtim, pasi që është edhe 10 vjetori i pavarësisë Kosovës dhe përvjetori Skënderbeu, i cili ka luftuar për shtetin e Shqipërisë, dhe këto do të ndërlidhen këto 2 tema të cilat janë edhe takimeve Azem Shkreli, po edhe temë tjetër ndikimit të këtyne njerëzve të pendës të cilët janë edhe paraprisë për të ngjarje dhe të aktiviteteve kombëtare jo vetëm të ne. Pastaj kemi edhe pika artistike, ku ka pika baleti, pasi që edhe Azemi është edhe themeluesi i baletit kombëtar, në baletit Kosovës. Kemi pika artistike me vega muzikore, piano, violin.